Nderuar gazetar, dashur qytetar, me një akt pastër politik, Benet Beci, i hetuari për korrupsion nga SPAK dhe kandidat për të marrë mandatin e të burgosurit me qeli pranë Erjon Veliajt, në bashkëpunim me Drejtorinë e Gjendjes Civile, ka larguar nga puna nënkryetaren e Partisë Demokratike Dega Shkodër, Vildana Gushta. Justifikimi që ai sjell është banal dhe qesharak. Si pas ti dhe si pas tyre, zonja Gushta ka shprehur publikisht bindjet dhe preferencat politike, ndërkohë që kjo dihet botërisht, sepse ajo ka status të qartë politik si nënkryetare e Partisë Demokratike Shkodër. Pra shkurt dhe qartë, zonja Gushta është ekzekutuar për veprimtari armiqësore ndaj pushtetit dhe agitacion e propagandë. Drejtuesi politik i qarkut Shkodër ka hequr tashmë atë vellon qytetare me cilën u shfaq Shkodrës, para se të merrte detyrën dhe votën, dhe ka veshur atë uniformën e persekutorit politik dhe bën gjueti shtrigash nga ato me cilat Shkodra është e mbushur dhe e neveritur. Presioni dhe dhuna politike që po ushtrohet brenda bashkisë dhe përtej saj kërkojnë rrëmbimin e vullnetit politik të qytetarëve shkodranë. Rama me pengun e tij, cilin po e shtryth si limon, për ta përplasur tek 313 fill pas 11 majit, me këto akte kriminale duan nënshtrimin e Shkodrës dhe qytetarisë shkodrane. Bashkia Shkodër nuk mund të drejtohet si një çiflik sejmenësh politik. Akti i sotëm është preludi i largimit me turp i një pushteti që përpolitet në gramat e fundit dhe kërkon të mbaj peng të ardhmen e një Shkodre që nuk e kishin dhe nuk do ta kenë. Faleminderit.